تمسك بحبل الله واتبع الهدى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Me emrin e Allahut fillojmë, Allahun e falenderojmë, salavatet dhe selamet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë, familjes së tij të pastër, shokëve të tij besnik dhe të gjithë atyre që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e gjykimit. Elusim Allahun dhul xhelal edhe ne të jemi prej tyre. Edhe sonte me lejen e Allahut dhul xhelal do të vazhdojmë me gjeneratën më të mirë, shoqëruesit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ata të cilët e shpërndan fenë Allahut dhul xhelal në kretë rruzullin toksor. E si mos të flasim për ta kur ata janë njerëzit më të mirë pas pejgamberëve të Allahut subhanahu wa taala. Prej bazave të ehlu sunnetit dhe xhamatit është se sahabët nuk i kanë të njëjtën pozitë. Pra se cili nuk i ka të njëjtën pozitë. Mirë po, dallon njëri prej tjetrit. Për faktin se dikush e ka pas imanin më të madh, dikush ka pas dituri më të madhe, dikush ka dhënë pasuni, ka sakrifikuar për këtë fe, andaj nuk janë të gjithë të njëjtë. Madje Allahu dhul xhelal i ka dallu në pozita edhe vetë profetet e tij. I kemi për shembull 5 pejgamber të vendosur, ulul azm. Pastaj prej kësaj 5-shë i kemi 2 khalilet e Allahut, Ibrahimin edhe Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, e kështu me radhë. Andaj edhe profetët edhe sahabët e profetit sallallahu alaihi wasallam dallojnë në vlera, në varësi të punëve të cilat i kanë bërë. Allahu dhul xhelal thot: "Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd." Këta janë pejgamberët, disa i kemi ngritur mbi disa të tjerë. Pra, dallimi në grada është ligj i Allahut subhanahu wa taala. Pra, çish nuk janë të barabartë pejgamberët, çish nuk janë të barabartë në vlerë melekët, ashtu edhe shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe njerëzit në përgjithësi nuk janë të një pozite. Mirë po, kjo nuk ja ul vlerën e të qenët sahabi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, e ka vlerën më të vogël, tjetri ka më të madhe, e kështu me radhë. Ata janë brezi më i mirë, gjenerata më e mirë që e ka mësuar fenë prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ja kanë përcjell fenë besimtarëve në përgjithësi. Ne si pasues të profetit sallallahu alaihi wasallam, ehlu sunneti, besojmë se njerëzit më të mirë pas profetit sallallahu alaihi wasallam janë sahabët. Dhe më të mirë prej sahabëve kush janë? Ebu Bekri, Omeri, Othmani dhe Aliu. Në varësi se që kanë pas khalifatin, udhëheqjen pas profetit sallallahu alaihi wasallam, ashtu edhe e kanë vlerën tek Allahu subhanahu wa taala. Ibn Omeri ka thonë në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam askand nuk e kena barazu me Ebu Bekrin, Omerin dhe Othmanin. Allahu dhul xhelal që kena marrë ka qenë i kënaqur me ta, dhe ata kanë qenë të kënaqur me sahabët e profetit, dhe ata kanë qenë të kënaqur me Allahun subhanahu wa taala. Nga se të tillët e kanë sakrifikuar jetën, kohën, pasurinë e tyre për me ngrit fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Për këtë arsye Allahu dhul xhelal thot: "La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal." Nuk janë të barabartë për jush ata që shpenzuan dhe luftuan para çlirimit. Pra vetë Allahu dhul xhelal edhe këtu po ja pohon gradat sahabëve që dallojnë njëri prej tjetrit. Për me njoft vlerën sahabëve është prej fesë së Allahut subhanahu wa taala, nga se dashuria ndaj tyre çka është? Është iman. E urrejtja e tyre çka është? Është hipokrizi, kufër e te kalim i kufive. Andaj, vëllezër të dashur, sahabët më me vlerë janë muhaxhirët. Pastaj vinë ensarët, medinelit. Sipas një shtjellimi më preciz,
muhaxhirët më me vlerë kush janë? Janë 4 halifët. Ebu Bekri, Omeri, Othmani dhe Aliu, Allah qofti kënaqur me ta. Pra vlera atyre siç e përmendëm, e këtyre kësaj 4 është në varësi që kanë pas edhe halifatin. Ka të atil që i kanë dhënë përparësi në vlerë Aliut kundrejt Othmanit. A mund të shpallet njeriu i devijuar nëse domethënë e ka këtë mendim? Jo. Mirë po, a është meritor Aliu kundrejt Othmanit për me qenë halifi i tretë? Këtë domethënë nuk është i sakt ky mendim, e kundërshton ixhmain e dietarëve. Pra ashtu siç e kanë renditjen, e kanë edhe vlerën, mirë po, në varësi të disa domethënë kanë menduar që Aliu është më me vlerë se sa Othmani radiallahu anhu, po flasin për vlerë, jo për me qenë i meritor për halifat. Ibn Taymija e ka një fjalë të gjatë për këtë në Akiden Vasitije, mirë po, nuk po e lexojmë. Imam Ahmedi ka thonë, ai që favorizon Aliun ndaj Ebu Bekrit dhe Omerit, ose jep përparësi atij ndaj atyre dyve në vlerë dhe udhëheqësi, jo në përjardhje, i tillë është rafidhi, ka thonë, është bidatçi dhe është fasik. E shikoni, Imam Ahmedi nuk i ka përmend Othmanin, e ka përmend Ebu Bekrin dhe Omerin. Na pra e Sunneti jena mesatar. I duam sahabët e profetit sallallahu alaihi wasallam, nuk e teprojmë në dashurinë tonë ndaj tyre, nuk i shajmë e kështu me radhë, nuk i hynizojmë, mi dhon atribute të Zotit e kështu me radhë. Mirë po, ka të atill që e kanë tepruar në raport me shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të tillët janë Havarijët, Nasibit dhe Rafidhit. Ne do të flasim vetëm për Rafidhit apo Shiitët, për shkak të rrezikut të tyre të madh që i kanoset umetit islam ndaj tyre nga ata. Sa për këtë Rafidive, në mënyrë absolute ata janë grupi më i poshtër dhe grupi më i keq. Nga se ata kanë devijuar në shumë kapituj të fesë. Andaj ne do të përcjellim thënia dhe mendimet të tyre kashë disa gjërave, duke u bazuar në librat e tyre. Çfarë thonë Rafidit rreth Kur'anit? Fjalës së Allahut subhanahu wa taala. Njerë çfarë thot Allahu për Kur'anin? Allahu thot inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Me të vërtetë ky Kur'an udhëzon drejt asaj që është më e mira dhe u jep lajmin e gëzuar besimtarëve që bëjnë vepra të mira, se ata do të kenë shpërblim të madh. Ndërsa Rafidit thonë se ky Kur'an është i shtrembëruar, është i ndryshuar, siç e kanë shprehur një gjë të tillë dietarët e tyre në librat që i kanë. Autori i librit Mashariqu Shumus ad-Durriya thot. Pra, ta keni parasysh të janë domethënë fjalë të tyre. Ai që e shpreh kufrin që të tjerët e thonë nuk ban kufër. Tash domethënë ndoshta do të flasim do fjalë që feja Allah dhul xhelal nuk është i kënaqur me to. Mirë, po ne thjesht jemi transmetues se çka po thonë ata për me ditë realitetin e tyre. Ai ka thon shkurt, transmetimet nga rruga e Ehli Bejtit gjithashtu janë të shumta, mbase mund të jenë mutawatir, domethënë masive. Se Kurani që e kemi në duart tona nuk është plotësisht ai Kur'an që ju ka zbrit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Madje thot në të ka gjëra që janë në kundërshtim me atë që e ka zbritur Allahu. Prej tij ka që është i shtrembëruar dhe i ndryshuar, prej tij janë hequr shumë gjëra. Pastaj thot, ai nuk ka renditje të atill që të jetë i pëlqyeshëm tek Allahu dhe tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa një autor tjetër, s'po i përmendim librat hiç, thot transmetimet kushdo që don më kthy, e ka librin Poema e Besimit, Haia, domethënë e ka botuar fjala e bukur, e kam përkthy unë,
i ka domethënë mas zhanimisht këto çështje aty. Thot transmetimet janë të shumta nga imamët e udhëzimit prej familjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Këta adreson tek familja Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mirë po janë larg rrugës tyre. Thonë se Kurani është i ndryshuar dhe në të ka disa të veç pak transmetimet janë të shumta nga imamët e udhëzimit prej familjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për ndryshimin e Kuranit dhe atë se në të disa të padrejtë kanë anuluar gjëra, ajete dhe kanë paksuar. A thua vallë mundet me thani musliman një gjë të tillë? Një musliman që e lexon fjalën e Allahut, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Vërtet ne kemi zbrit dhikrin, Kur'anin dhe ne do ta ruajmë atë. Allah po na garanton që ka me rujt. Këta do më thonë ja se çfarë trillimesh dhe çfarë fjalë të kufrit i thonë. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Sa fjalë e rëndë është ajo që del nga goja e tyre, ata flasin vetëm gënjeshtra. Kjo është vetëm një pikë në oqean nga kufri i tyre në raport me librin e Allahut subhanahu wa taala. E dyta, çfarë thonë Rafidit për idhujtarin, për shirkun? Ne e dim se idhujtaria është mëkati më i madh që i bëhet Allahut dhul xhelal. Nga sa Allah e ka ndalu që dikush mi bë ortak atij. Ai është meritori për të adhuruar, nga sa ai neve na ka kriju. Jo që ka nevojë për adhurimin të cilin ja kushtojmë ne. Mirë po, me qenë sa Zoti ynë, ai e meriton adhurimin, ai meriton lutjen, ai meriton përgjerimin e kështu me radhë. Ndërsa thot Allahu dhul xhelal për rrezikun e shirkut dhe kufrit, wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Kujt po i drejtohet krijesës më të mirë, profetit sallallahu alaihi wasallam. Po i thot Allah, ty të është shpallur dhe pejgamberëve para teje, që nëse i bën shirk Allahut, këtë veprat kanë me të shkatru dhe do të jesh në botën tjetër prej të humburve. Po ashtu thot Allahu, innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-janna. Ai që i bën shirk Allahut, Allah e ka bëu haram xhenetin. E ka bëu haram xhenetin, wa ma'wahu an-nar, dhe vend strehimi i tij është zjarri i xhenemit. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Mizorët, zullumçart nuk do të kenë ndihmëtar. E çfarë thon këta për idhujtarin apo për shirkun? At-Tabarsi në librin e tij Mustadrakul Wasail, kur flet për lutjen e pikëllimit, pra ky shiit, thot: e vendos faqen tënde të djathtë mbi tokë dhe thua në sejdë 100 herë: O Muhammed, o Ali, më mjaftoni, se ju të dy jeni mjaftuesit e mi. Më ndihmoni sepse ju jeni ndihmëtarët e mi. A ban mi kërku ndihmje të vdekuri? Nuk ban. Nga sa ai nuk ka mundësi me të ndihmu. Nga sa as nuk dëgjon, as nuk të sheh. Ne e lusim drejt për drejt Allahun dhul xhelal dhe nuk marrim ndërmjetës mes neve dhe Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu njëri thot për tyre, kërkimi i ndonjë nevoje nga guri dhe balta nuk është shirk. Edhe nëse është vepër e kotë dhe e pavlerë. Pe din që është e kotë dhe e pavlerë, mirë po thot nuk ka shirk. Ne themi çdo adhurim që duhet t'ia adresojmë Allahut, kushtimi këtij adhurimi diku tjetër posti është shirk. Andaj ne adhurojmë vetëm Allahun subhanahu wa taala. Po ashtu një autor tjetër ka treguar se lejohet tavafi, rrotullimi rreth varrezave. Bile thot Fatimia alayha salam, se këta thonë për ata sahabit të cilët i thënë alayhi salam dhe alayha salam, ka hyrë në xhami të profetit sallallahu alaihi wasallam dhe ka bërë tavaf. Rreth varrit të babait të saj, kuj? Rreth varrit të profetit sallallahu alaihi wasallam, edhe duke qajt dhe ka thonë:
Ne të humbëm, vërtet toka e ka humbur shiun e rrëmbyer. Subhanallah. Allahu dhul Jalal çfarë thot në Kur'an? Wal yatawafu bil baytil atiq. Pra besimtarët bëjnë tavaf rreth shtëpisë së lashtë, Çabës. Nuk lejohet as me bë tavaf te varri i profetit sallallahu alaihi wasallam, e lëre më mi bë tavaf varreve të njerëzve të cilët domethënë as nuk janë njerëz të mirë as e kështu me radhë. Andaj tavafi është e drejtë ekskluzive e Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu për fatkeqësive të rafidhive apo shiitëve është fakti se ata e kanë tepruar në raport me imamët e tyre. Nga se atyre u kanë dhënë cilësi edhe të rububijes e të uluhijes. Kanë thonë se ata e din çfarë ka në tokë dhe çfarë ka në qiej. Ata kanë thonë e kanë dijen e kretë profetëve të Zotit. E kështu me radhë, domethënë tuli çfarë kufrijate. Gjithashtu ka edhe fjalë të tjera që vërtet është vështirë me i përmend. Domethënë e kanë krahasu Faraonin edhe Hamanin, që janë përmend në ajet kuranor, e kanë krahasu me Abu Bekrin dhe Omerin. Kanë thonë janë për qëllim Abu Bekri dhe Omeri. Për lopën El-Baqara kanë thonë është për qëllim nëna besimtarëve Aisha radhiyallahu anha. E si vallë domethënë tu themi të tyre, si vallë tu themi këtyre se janë musliman. Kur e kundërshtojnë Kur'anin fjalë për fjalë. Gjithashtu e kanë tepruar domethënë duke i nënçmuar nanat e besimtarëve në krye me Aishën radhiyallahu ta'ala anha, të cilën Allahu dhul Jalal e ka pastruar në Kur'anin famëlart. Këta le që kanë tepruar ndaj Kur'anit, ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndaj gravet e tij, edhe sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i kanë bë tekfir, i kanë qitë prej fesë. Sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që e kanë shoqëruar Resulullahun, na kanë përcjellë neve Kur'anin, hadithet, këta i kanë qitë prej fesë. Pse? Ku ti qetësish prej fesë transmetuesit, mos e na mundesh ti me bë manovrimin Kur'anin, hadithe kështu me radhë. Ata kanë thonë njerëzit pas profetit sallallahu alaihi wasallam kanë dalë prej fesë. Përveç 3 prej tyre. Cilët janë ata? Miqdad ibn Aswadi, Abu Dharr Ghifariu edhe Selman Farisiu. Normal, pastaj kanë edhe Hasanin, Husejnin, edhe disa të tjerë, po janë sahabi të numëruar me gishta. Mos fol për Abu Bekrin, Omerin, Uthmanin e të tjerë. Kokat e sahabëve, domethënë për ta janë qafira. Po ashtu është qafir Imam Ebu Hanifja, Imam Maliku, Imam Shafiu, Imam Ahmedi. Dhe për këtyre 4-ve më shumë të urrejnë Imam Ebu Hanifën. Ka se dietarët ja kanë qitë ato kufrijatet, të palarat e tyre ja kanë qitë në shesh. Nga se njerëzit munden me u mashtru nga parollat e tyre se e dojnë ehli bejtin, e dojnë familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e të tillët faktikisht janë larg kësaj rruge. Pra këta e kanë lëndu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kur e kanë akuzuar Aishën radhiyallahu anha për kurvëri. Allahu dhul Jalal thot: "Innal ladhina yu'dhuna Allaha wa rasulahu la'anahum Allah fi dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adhaban muhina." Padyshim ata që e fynë Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Allah i mallkon në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe për ta ka përgadit ndëshkim pështrues. E të tillët janë meritor, domethënë rafidit për ndëshkimin pështrues të Allahut subhanahu wa taala. Që kemi tregu vëllezër të dashur, Allahu dhul Jalal i ka lavdruar shokët e tij në shumë vende në Kur'an, po ashtu edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka lavdruar në hadithet e tij, e si ka mundësi vallë
këtë gjenerat e artë, këtë gjenerat e mirë, të dezertoj, të lë fenë Allahut subhanahu wa taala, siç pretendojnë shiitët. Allahu dhul Xhelal nuk ka mundësi me lavdëru dikan, mu ka një kënaqur me dikan, kur e di që ai për shembull do të jetë dezertor. Mirpo Allahu e ka ditë se të tillët kanë mbrojtur fenë Allahut subhanahu wa taala deri në vdekje. E kemi marrë domethënë që Allahu i ka lavdëruar muhaxhirët edhe ensarët, kush nuk ka qenë prezant, le t'i dëgjoj domethënë derset e kaluara. Rafidit, vëllezër të dashur, kanë lidhje edhe me jahudit apo me hebrejt. Kjo në dy aspekte. Aspekti i parë që i ka shpall qafira sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kush është? Abdullah ibn Saba, jahudiu, Abdullah ibn Saba. Pastaj domethënë këtë rrugë kanë njekë edhe shiat. Aspekti i dytë, ekzistimi i shumti hebrejve në këtë kohë në Asbahan, që ndodhet në Iran. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, Dejjalin do ta ndjekin 70.000 nga hebrejt e Asbahanit, të cilët do të kenë at-tayalisa, pra një shall që hidhet krahëve dhe përthakohet me të trupi, pra një veshje e veçantë e tyre. Ne me lejen e Allahut do të vazhdojmë të flasim për sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tash do të flasim javëve të ardhshme për 10 e përgëzuar me xhenet dhe do të vazhdojmë me tema të tjera të cilat i shtjellon autori. Elusim Allahun te Xhelal ta shtoj dashurinë për sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në zemrat tona. Elusim Allahun te Xhelal ta ndjekim rrugën e tyre ashtu siç duhet. Elhamdulillahi rabbil alamin. Çfarë keni pyetje ordonën vllazë?